Allahu i lartë madhëruar i ka furnizuar Ademin dhe bashortën e tij me pasardhës pasi që i ka zbritur në tokë. Kështu, në një transmetim tregohet se Ademi a.s. pasardhësit meshkuj nga një lindje i ka martuar me femra të lindjes tjetër. Pra bashortja e Ademit a.s. ka lindur çdo herë binjak mashkull dhe femër, dhe ata të lindjes së parë i ka martuar me ata të lindjes tjetër. Mirë po Kabili nuk dëshironte ta martonte binjakën e vëllait të tij Habilit, por donte ta martonte atë që ishte caktuar për Habilin, pra binjakën e tij. Edhe pse Ademi a.s. nuk dëshironte diçka të tillë, Kabili këmbguli në këtë, me që rast Ademi ju tha të dy djemve që të bëjnë kurban diçka për Allahun, dhe atij të cilit i pranohet kurbani, do të martohet me të. Pas kësaj, Ademi vetë shkoi në Mekë për ta kryer haxhin dhe të dy vëllezërit mbetën vetëm. Pasi që kurbani ju pranua Habilit, atëherë Kabili mlefoset dhe betohet se do ta vriste vëllain e tij. Thuhet se në një ditë Habili ishte duke fjetur dhe Kabili e merr një gur dhe e mbyt me të, duke qenë Habili në gjumë. Pas kësaj, Kabili u pendua shumë dhe nuk dinte se ç'të bënte me trupin e vdekur e të vëllait. Prandaj Allahu e dërgoi një korb i cili po e varroste një korb tjetër të ngordhur. Nga ky rast Kabili veproi njëjtë me trupin e vëllait. Për këtë ngjarje, Allahu i lartëmadhërisëm na ka treguar në Kur'anin famëlar.